Një skandal i përmasave të mëdha ka shpërthyer në Ekuador, në të cilin prej disa javësh ka nisur një operacion në shkallë të gjerë kundër grupeve të trafikut të drogës dhe krimit të organizuar. Në qendër të skandalit është vendosur Mario Godoy, presidenti i Këshillit Gjyqësor dhe rrethi i tij i ngushtë. Historia ka lidhje me presionin e ushtruar nga Henry Gaibor, ish drejtori i gjyqësorit në Pichincha, mbi gjyqtarin Carlos Serran, i cili dënoi trafikantin serb të drogës Jezdimir Serdan. Kjo situatë shkaktoi një sër reagimesh që mund të çojnë madje në një gjyq politik. Me emrin e Serdan lidhen edhe trafikantë shqiptar që vepronin si një organizatë e sofistikuar korrupsioni shumë milionëshe që transportonte kokainë në kontinentin evropian. Dosja gjyqësore në ngarkim të Serdan detajon se si organizata, e cila lidh qytetarët ekuadorian me shtetasit shqiptar dhe serb, dyshohet se ka korruptuar zyrtar. Rrjeti, i cili thuhet se ka vepruar deri në vitin 2025, besohet të jetë përgjegjës për transportimin e më shumë se 10 tonëve drogë në Europë. Organizata përdorte një aplikacion komunikimi të koduar, SkyECC, një platformë e sekuestruar nga autoritetet europiane, të cilat kishin qasje në miliona mesazhe, për të rikthyer tek skandali që ka përfshirë kreun e gjyqësorit. Në zemër të polemikave qëndron jo vetëm menaxhimi aktual i agjencisë nga Godoy, por edhe karriera e tij dhe e gruas së tij, Dolores Vintimilla. Kjo e fundit ishte avokate e Serdan. Së bashku me partnerët e tyre ligjor, ata ndërtuan një pjesë të konsiderueshme të karrierës së tyre në gjykata, duke mbrojtur individ të lidhur me trafikun e drogës dhe zyrtar të drejtësisë të ndjekur penalisht për korrupsion. Ky dualitet midis mbrojtjes në çështjet penale të profilit të lartë dhe drejtimit aktual të sistemit gjyqësor u kritikua ndër të tjera nga avokati Felipe Rodriguez. Çdo avokat ka të drejtë të zgjedhë çështjet e veta, por ajo që një avokat i cili ka lidhje me krimin e organizuar nuk ka të drejtë të bëjë, është të udhëheqë organin më të lartë që kërkon të luftojë krimin e organizuar, tha Rodriguez në programin Teleamazonas de lunes a lunes.